Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhëruar e falenderojmë dhe duhet ta falenderojmë dhe nuk duhet në asnjë rrethon të vetme ta harrojmë, sepse kushdo që harron falenderimin ndaj Allahut do të jetë i shkret edhe do të jetë i humbur, sepse çdo mirësi që na vjen e kem prej Allahut dhe sikur se ka thonë Allahu në Kur'an, "Ula in shakartum la azidannakum", nëse më falendroni mua për mirësitë që u adhuroj unë juve, unë u ashtoj ato të mira. Qoftë ajo në shëndet, nëse kemi shëndetin e mirë dhe thomë elhamdulillah Allah që më ka dhënë shëndet mirë, Allahu na zgjat shëndetin. Nëse kem mendjen e shëndosh dhe falenderojmë Allahun e që është pjesë e shëndetit, Allahu do na zgjasë, do na përmirësoj akoma më shumë edhe shëndetin mendor, edhe në qoftë se kemi familjen shëndoshe dhe falenderojmë Allahun, Allahu do na jap mirësi prap edhe në familje, edhe në punë, edhe në profesionet ndryshme që i kemi. Prandaj falënderimi ndaj Allahut është një pjesë e besimit që ne e shpërfaqim dhe duhet ta shpërfaqim në vazhdimsi, dhe kështu ne dëshmojmë se e falenderojmë Allahun dhe jemi mirënjohës ndaj tina. E një prej atyne që ne duhet ta falenderojmë Allahun për mirësitë e tij është edhe prezenca me këto ftyra jashtëzakonisht bukura, po i them shumë sinqerisht, sepse të mbledhesh në një sofër të iftarit është privilegj që Zoti e ka zgjedhë secilin që me ju afru sofrës së iftarit, e kush i afrohet sofrës së iftarit duke qenë agjërueshëm, vallahi Allahu i madh e ka privilegju, e ka zgjedhë që me qenë në sofrën e iftarit agjërueshëm dhe me përfundu agjërimin duke qenë në sofrën e iftarit. Prandaj Zoti ju shpëlbeft të gjithëve që keni marrë pjesë, që keni ardhur prej ma larg, prej ma afër, sinqerisht po ju them, Zoti ju shpërblet me mirësitë e tij, sepse çdo kush e ka pas më mirë ndoshta në shtëpinë e tina, por kjo është privilegj edhe për neve, secilin prej neve që jemi bashk. Une du me folë edhe pak, po këtij hoxhës ri që tu që një dy fjalë do mjalon, me ndëgju edhe pak hoxhën e ri, e pastaj edhe një dy fjalë, nuk do me zgjat për shkak se kem edhe taravin për paran, jatsin për paran, Zoti ju shpëleft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Jemi në ditën e 4 këtij muajit bekum, këtij ibadetit të veçantë që Allah subhanahu wa taala e zgjedhi për robët e tij, e bëri këtë ibadet për të dhe ai shpërblen për këtë punë. Nga se në një hadith kutsi thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu xhalla xjalaluhu fa innahu li wa ana azibi. Agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Sa i përket agjërimit në ndërum vëllezër, në raport me agjërimin, ne duhet mi pas parasysh disa gjëra, disa edukata që muslimani duhet mi pas parasysh në raport me agjërimin e tij. Këto edukata, këto vlera, disa për tyre janë sunet, janë preferencë që praktikohen dhe disa janë obligueshmëri, duhet në formë obligative me i respektu muslimanin. Prej atyre të cilat janë në formë të preferencës është çështja e duave. Mi shpeshtu sa më shumë ai person i cili agjeron me shpeshtu sa më shumë çështjen e duas.
me lutë Allahun xhelle xhelaluhu sa më shumë. Gjithashtu prej gjërave tjera të cilat janë preferencë është çështja e syfyrit. Duhet që muslimani, preferohet që muslimani me ngrit në syfyr, nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka premtuar se në syfyr ka bereqet dhe duhet pasur parasysh. Mirë po, për gjërave që është obligim muslimani ta ketë parasysh, është çështja e gjërave të kota dhe fjalëve të kota. Duhet muslimani ose ai i cili agjeron duhet me i lanë fjalët edhe veprat e kota gjatë agjerimit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Men lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi bihaja an yada ta'amahu wa sharabahu." Ai i cili nuk i lën fjalët e kota dhe veprat e kota, nuk ka nevojë Allahu xhelle xhelaluhu që ai njeri me lon ushqimin e tij ose pijen e tij. Pra është çështje parsorë që muslimani me i lon fjalët edhe veprat e kota. Gjithashtu, për gjërave që obligohemi me to gjatë agjerimit është edhe çështja e veprave të këqija apo atyre veprave të cilat janë gjunahe të mëdha. Nga se në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili e shpërfill agjerimin e tina nuk ka arrit kur gjë tjetër vetëm se me u eshtu dhe montu. Pra duhet pasur parasysh këto gjëra që kur dalim para Allahut fuqiplot, dalim faqebardh me agjerimin ton, me Ramazanin ton, me namazin ton, me leximin e Kuranit ton, që me dalë para Allahut fuqiplot, faqebardh. Edhe njëherë falenderojmë edhe hoxhën edhe gjithë ata të cilët u bën sebeb për këtë iftar, është pi veprave të mira që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar që me pas parasysh muslimani gjatë këtij Ramazanit. Zoti ju shpërblet gjithëve. Allah shpërblet hoxh për këto fjalë të mira, fjalë shumë me vend edhe porosi madhështore, që në vazhdimësi kemi nevojë, se jemi njerëz dhe harrojmë, kemi nevojë se jo rastisht Allahu e ka porosit dërguarin e tij në Kur'an, duke i thënë: "E ti Muhammed përkujtoja u fen atyne, sepse përkujtimi u bën dobi." Nuk ka dyshim se madhështia e agjerimit ka një pozitë jashtëzakonisht të lartë, ka një pozitë jashtëzakonisht të madhe. Të flasësh për këtë, domethënë, është fushë e madhe që natyrisht keni ndëgjuar shumë pe hoxhallarëve, elhamdulillah, dhe hoxhallarët fal Zotit fuqiplotësët janë shumë aktiv dhe duhet me qenë aktiv, sepse ajo që ka porosit mesazhet hynore janë të mëdha, e me i përcjell tek njerëzit është emanet i madh, po natyrisht është edhe shpërblim i madh. Unë s'po du me e zgjatë shumë, po du me thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Kushdo që agjeron një ditë për hatër të Zotit, një ditë për hatër të Allahut, Allahu i madhruar i ja largon atij fytyrën, e largon atë 70 pranvera prej zjarrit të xhenemit." Veç që kjo me kanë, veç që kjo hadith me kanë, është mjaft me kuptuna madhështinë e agjerimit. Sepse agjerimi ka madhështi, se kjo është lidhje e fuqishme veç mes krijesës edhe krijuesit. E shën ushqimin ka kap unja, e shën ushqimin e mirë, i shën pijet e ftofta, i shën lloj-llojshmërinë e ushqimit, lloj-llojshmërinë e pijeve, edhe pse je und apo je esht, prap se prap ti e din që as që të shkon mendja me shumë me marrë diçka prej tyne. Pse? Sepse lidhja, besimi, përgjigja ndaj Allahut bën që absolut shejtani i mallkuar mos me pas shans që me ta shti mendjen që me thy besatimin tënd karshi të madhit Zot fuqiplot. Prandaj kjo tregon vërtet një bindje të paluhatshme ndaj krijuesit të gjithësisë. Po ashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kushdo që e agjeron një ditë për Allahun e madhruar, Allahu do e largon e bën mes tij dhe zjarrit të xhenemit
një hendek sikurse në mes tokës dhe qiellit. Mes tokës dhe qiellit. Para mendore. Kjo tregon për lidhshmërinë e ngushtë që ka agjërimi në mes krijesës dhe krijuesit. Do të thotë çdo gjë mund e ki përpara, po asnjë sen nuk prek para se më ardh koha. Dhe pastaj ki shpërblim dhe merr gjuna në qoftë se nuk e prish agjërimin kur t'i vjen koha. Domthon krejtu i ka bëj madhi Allah me kohë të caktuar. Dhe madhështia e kësaj është e këtij agjërimi e Ramazanit është që ne bashkohemi dhe ne i forcojmë dhe duhet të i forcojmë lidhjet mes vete vllazni. Sepse kështu e lyp i madhi Allah dhe Zoti e urren, edhe e dini që Zoti nuk e don përçarjen dhe Zoti e don që me u unifiku edhe me u afru. Jo rastisht Allahu thotë wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Kush është litari i Allahut? Kur'ani. Dhe mos u përçani. Mos u përçani, sepse përçarja është vepër për cilën nese do t'japim llogari para Allahut. Edhe po e shohim se çka po na bë përçarja. Po du me përmenda një hadith pejgamberit që është jashtëzakonisht me vend, edhe është hadith madhështor, ku pejgamberi alayhi sallam ka thënë se Allahu nuk shiqon në ftyrat dhe pasurit e askujt, në ftyrat dhe pasurit e juve, por Allahu i madhruar shiqon në zemrat dhe veprat e juaja. Dhe kjo përkon me momentin edhe çdo herë. Jo vetëm me momentin, po çdo herë që pastërtia e zemrës reflekton me pastërtitë e veprave. Kushdo që e pastron zemrën për shumë smundjeve, ka me i pastru edhe veprat. E Allahu po thot në Kur'an për çështjen e zemrës, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Nuk ka shpëtim ditën e gjykimit përveç nuk i bë dobi askujt ditën e gjykimit, as pasuria e as e vladet. Kur kujt si bojnë pasuri, nuk i bojnë dobi përveç ai i cili ka ardhur me zemrën e pastërt, që e ka dorëzuar shpirtin Allahut me zemrën e pastërt nga xhelozia, urrejtja, smira e shumë smundje të tjera, për cilat ne kemi vazhdimsi nevojë me këshillu njëri tjetrin, sepse janë smundje jashtëzakonisht rëna që na shkatërrojnë pa e hetuar fare. Na i shkatërrojnë veprat pa e hetuar fare, e kjo mundësia është shumë e madhe në këtë muaj të shejt që të afrohemi edhe të i pastrojmë zemrat e adhurimet tona çdo ditë e më shumë të kanë kuptimin e lartë të i madhi Allah xhelle xhelalu. Zoti ju shpërbleft secilin veç e veç. Zoti na takov prapë në sofra të tilla. Ju falënderit gjithëve që keni gjetë, që keni nda kohë dhe e keni zbukuru edhe vendin, edhe sofrën e iftarit, edhe inshallah Allahu na mundson prapë të takohemi në iftaret të tilla. Falënderit shumë.